Në muajin e shenjtë të Ramazanit, Radio Televizioni Shqiptar sjell historinë e 79 vjeçarit Vebidani, i cili shërben si imam i xhamisë së Brdicës së Sipërme. Ai rrjedh nga një familje me tradita islame dhe ishte vetëm 11 vjeç kur nisi të agjeroj. Kam filluar që është moshën 11 vjeç, agjeru Ramazan. Familja kanë besimtar, e kanë ndjek edhe agjerimin, edhe namazin, edhe kështu që tradita është me fjalë. Mirë pa islami nuk është me tradit, islami është me bët kuptim me bindje. Kam qenë klasën e 4, kur kam thirrë ezanin për të parë, këtë më thënë, 11 vjeç kam thirrë këtë xhamin që kanë këto. Po bërmosa me këtë rrugë, me këtë rrymë. Hoxh Vebidani tregon për qetësinë shpirtërore që i fal ky muaj. Ramazani është shumë i dobishëm. Mua është në sura gjana i bën mjek të mirë, që analizojnë mirë këtë punë, dobit janë jashtëzakonisht mëdha. Edukimin e parë fetar e mori fëmijë nga xhaxhallarët e tij në kohën e regjimit komunist në vitin 1967, kur Shqipëria u bë vendi i parë ateist në botë. Ai tregon sa xheronte ilegalisht duke u ruajtur përballë atij sistemi. U mëll feja me urën në mund 67, në shkollë 67 dini unë. Edhe në punë ishim i grup shoksh musliman, shkoshim punë dhe me gjoja me buk në bicikletë, edhe delshim kohën e pushimit, delse pa ham diku në klub andaj. Edhe u ktheshim me i fjallë, në punë dhe me gjëja se kena hangur në bëk. Kjo kanë si ma një grupë, vlazën musliman, me në kry mund, se unë ishe, e dishin që më kanë me dërese, edhe kështu si, kena kalu da vjetë kështu, si me thamë, legalisht, më sheta si. Disa kanë pasar problematike, kanë vëmë bataninja pëgjeres, mas më pa drejta në sëfëre, gjana, kështu si me thamë. Ka pasar dësh për këtëne, ka për e musliman me kur gjasën kanë agjeru. Kanë jetu në sëfër me buk, shesha nuj, kalamoshit, s'ka pas janë tjetër një të ka agjeru ditën. Familja Dani në lagjën Dudas në qytetin e Shkodrës është një familje me tradita të vjetra kulturore e fetare.